Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, pranë jush do të vim me historinë e Elionës. Eliona, një vajzë e cila dëshiron të tregon jetën, trishtimin edhe dhimbjen e saj. Atë që ajo ka kaluar, atë që ajo nuk e priste se do t'i ndodhen. Ajo humbi nënën në moshë shumë të re dhe e rriti nusja e xhaxhait. Por jeta e saj u ndërlikua, shëndeti i saj u ndërlikua dhe Eliona duhej t'i nënshtrohej një operimit. Një operim për të cilin dikush duheshte të jep diçka. Dhe në këtë rast duheshte të jepet veshka. Eliona do të shpëtonte në qoftë se kjo gjë bëhej. Po kush e bëri këtë veprim? Dëgjoni rrëfimin në vazhdim. Quhem Eliona dhe s'kam ditur kur çfarë do të thotë të kesh një nën dhe një baba pranë. Humbja e tyre më gjeti shumë e vogël. Kam qenë aq e vogël sa nuk mbaj mend edhe fytyrat e tyre qartë. Vetëm aromën e shtëpisë së vjetër dhe zërin e nënës që më këndonte kur më vinte gjumi. Pastaj gjithçka u zhduk. Një natë, një aksident, një telefonat, dhe jeta ime mori formën e një plagë të hapur. Më mori nusja e xhaxhait, një grua që atëherë me zi më njihte. Por ajo më hapi derën e shtëpisë së saj, jo si mysafire, por si një vajzë që i mungonte. E kujtoj veten të heshtur, të frikësuar, duke shtrënguar fort një kukull të vjetër. Ajo mu afrua bute dhe më tha: "Prej sot, ti nuk je vetme, unë jam me ty." Nuk e harroj kur atë ditë, sepse ishte dita kur Zoti më mori prindërit, por më dërgoi një ëngjëll në formën e saj. U rita mes dhimbjes së mungesës, por edhe mes ngrohtësisë që ajo më dha çdo ditë. Nuk ishte e pasur, nuk kishte luks, kishte duar të lodhura, syt të mbushur me halle, por një zemër aq të madhe sa më mbante mua edhe fëmijët e saj bashkë. Më kujtohet kur e shtroja darkën. Fëmijët e saj hanin racionin e tyre, ndërsa ajo shpesh e shtynte pjatën e unë dhe më thoshte se nuk ka uri. Po si s'kishte uri? Unë e shihja fytyrën e saj të zbet, vetëm që ajo të ha unë pak më shumë. Më vinin lot, por unë heshtja, se kisha frikë ta prishja atë qetësi apo atë pak qetësi që ajo përpiqej të ndërtonte. Ajo më çoi në shkollë, më blinte rrobat përdorura, më krihte flokët në çdo mëngjes, më mësonte të lutesha dhe të thosha: "Mos haro kur se vlera e njeriut matet me shpirt, jo me gjak." E kuptova domethënien e kësaj fjale shumë vonë. Kur mbusha 17 vjeç, shëndeti im nisi të shuhej. Fillova të lodhesha, të zbehesha, të mos kisha fuqi as për të ngritur çantën e shkollës. Mjekët thanë fjalë që ma morën frymën. Veshka nuk po punon. Duhet patjetër transplant të bëhet. Shtëpia u kthye në heshtje. Nusja e xhaxhit më ul pranë dhe unë e pash herën e parë se si dridhej mjekra. Ishte hera e parë që e pash të thyhej. Ajo që gjithmonë ishte e fortë për të gjithë, atë natë nuk i mbajti dot lotët. Unë i thash: "Mos u shqetëso. E pranoj çfarë do që Zoti ka shkruar." Por ajo më kapi fytyrën mes duarve dhe mu përgjigj: "Sa herë ta kem unë frymën, edhe ti do ta kesh. Kaq."
Disa ditë më vonë, pa i treguar askujt, ajo bëri analizat. Kur doli përgjigja, u ul pranë meje dhe me një buzëqeshje që i dridhej më tha: "Jemi kompatibile. Do ta marrësh ti veshkën time." U shtanga, s'pata fjalë. Vetëm lotët që më diqnin si zjarr. Si mund të ma jepte jetën e saj? A nuk i mjaftonin fëmijët e vet? A nuk kishte frikë? Por ajo thjesht e fshiu lotin edhe më tha: "Fëmijët e mi janë 3. Ti je e 4-ta, mos më detyro ta përsëris." Operacioni ishte i gjatë, i vështirë, i rrezikshëm. E mbaj mend si sot u zgjova empir e dobët e friksuar. Fjalët e para që thash ishin: "Ku është ajo?" Më thanë se ishte mirë, se ishte zgjuar, se kishte pyetur për mua para se të hapte syt. Isha me lot kur shkova ta shihja. Ajo ishte zbet, e lodhur, por buzëqeshte. Kur i dola para, ajo më tha: "Tani jemi edhe më shumë familje. Sepse ne të dyja jetojmë me të njëjtin ritëm. Me një veshk për ty, një jetë për mua." Në atë çast e kuptova kuptimin e fjalës nën. Nën nuk është vetëm ajo që të lind. Nën është ajo që të jep jetë, edhe kur e rrezikon të vetën. Kaluan vite, u shërova, nisa studimet, fillova punën. U bëra njeriu më i fortë vetëm nga shembulli i saj. Dhe çdo sukses, çdo hap, çdo frym që unë marr sot, i ja detyroj asaj. Kur të gjithë mua ma kthyen shpinën, ajo më hapi krahët. Kur të tjerët më shikonin si bar, ajo më shikoi si bekim. Kur humba prindërit, ajo u kthye në dritën e jetës time. Sot jam rritur, por sa herë e shoh unë qaj. Mua më dridhen duart nga mallëngjimi dhe i them shpesh: "Faleminderit që më rrite. Faleminderit që rrezikove veten, faleminderit që më dhe jetën 2 herë." Ajo buzëqeshe dhe përgjigjet: "Mos thuaj kaq shpesh faleminderit, se ti je dhurata ime." Por unë e di, dhurata e vërtetë është ajo. Dhe sot unë ja dedikoj këtë rrëfim asaj, gruas që më mblodhi nga hiçi, gruas që më mbrojti me trup e me shpirt, gruas që më dha veshkën e saj, vetëm që unë të vazhdoja e të jetoja. Lotët e mi nuk janë nga dhimbja, por nga mirënjohja, sepse unë jam sot gjallë, fal një zemre, që re më fort se zemra e ime. Ky është rrëfimi i kësaj vajze të re, por me shumë shpirt. Unë dua të them 2 fjalë para se ta mbyll. Nëna është e shenjtë, nëna është bekim, nëna është mrekulli. Por nëna vërtet të lind, por jo gjithmonë është nën vetëm ajo që të lind, por edhe ajo që të rrit, edhe ajo që kujdeset për ty, edhe ajo që sakrifikon për ty. Nëna është në gjendje të jap jetën për fëmijën e jo më veshkën. Unë dua të falenderoj këtë zonjë edhe dua t'i them që të lumt për veprën e bukur që ke bërë.